Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Shikues të nderuar të televizionit Arbëria të emisionit pa titull. Filluam edhe kësaj radhe me një mysafir i cili ka kontribuar shumë për kulturën të na qysh moshtre, i cili ju ka përkushtuar shumë në specifikin çka saktësisht në regji. Po është një person i cili është në përgatitje edhe të filmit metrazhi gjatë, edhe në teatr, se për ka bëhet fjalë, çka tek qysh, përshkojmë një sekuencë shkurt edhe mandena kthehemi me mysafirin në studio. Pra me neve sonte është Sovran Reza. Sovran, faleminderit që ki pranu me qenë pjesë e emisionit. Faleminderit juve për ftesën. Është kënaqësi të pas. Kënaqësi me vazhdimin. Sovran, apo mundesh më dal njëri me regji, a të lash me punu si regjisor të na, për shembull me aktor, me përpilu, me nxjerr çka tek qysh. A i ki të lash, është sfidë e madhe. Ka sfida të ndryshme, tash ti më pak baja gjithë të fol për sfida, po për mu çka shtyn është motivi i madh. Jemi edhe i njerëzve me cilët kom punu edhe vazhdoj me punu deri tash, e mas nej shumicën e hera këto sfidat po harrohen edhe po vazhdoj me provu me jetësu një ëndër ose një vizion cilin bashkarisht mrime pa si ekip. Kështu që po ka sfida, personalisht për me mri me siguru jetesë, si regjisor është gati se i filmit, po thamë, është gati se pa mundur në Kosovë, po mas ne ka edhe punë tjera cilat i bojmë... Punë sekundare? Po, punë sekundare, punë tjera që bojmë ndërkohë për me mri me mirë. Sfidë në kupton, për shembull gjithçka tu ja nis prej idesë, prej përgjedhjes të aktorëve, veshjes, gjithë shkafit. Po, tu fillu prej idesë që kjo është nashta pjesa ma e fortë që e kem i temat, cilat janë kogja pak të eksplorume në Kosovë, pasi që edhe ka pak vite që e mba shtete që kem dalë prej luftës, kështu që dëshira për me u shpreje dhe me tregu storjet tona është e madhe, për qatë sa është e madhe edhe mundësit edhe tema cilat i shohim çdo ditë. Kurse te aktorët na fatmirësisht kem pas një shkollë kogja të mirë të aktrimit me profesora tu fillu prej profesorit Faruk Begolli e gjithë profesora tjerë, edhe kanë nxjerr aktor kogja të mirë. Përgatitur, no? Po, gjeneratat ndryshme, cilët edhe është kënaqësi me punu me ta dhe si regjisor i ri kogja shumë plot prej tyne kom mësu shumë gjatë punës me ta. Po Sovran, për shembull, a dallon që aktori prej filmit edhe prej teatrit? A do të me konë gjithçysh e përgatitur se teatri është normal, kuptohet që është jo problematik, po ma e zëshme se me lut një insert një filmit. Po është kogja form tjetër me qysh tash edhe pse edhe te teatri, brenda teatrit ka zhandret ndryshme të lojës të aktorit, e lema në krahasim film teatr, do me thonë një aktor nëse është i mirë në teatr, jo domosdoshmërisht është i mirë në film dhe kundërta. Do me thonë. Po ka shumë aktor që
janë kogja kështu të meqëm edhe mujnë me bo qatë përshtatjen kogja mirë. Shkolla këtu të na kam ri kryesisht ka pas synim me nxjerr aktor të teatrit, edhe mendoj që nuk është që është punu qatë shumë drejtimin e filmit, po mas nej shumë prej tyne me përvojë edhe me punë kanë ri kogja shumë me pruni frymë të mirë edhe në film. Kur ka qenë për herë të parë që i ki pas ti një shfaqje në teatr? Produkti joti? Po, unë, që shtash më herë do me thonë, kom studiu për film, për regji të filmit. Mirë po gjithmonë në teatrin e kom pas kështu pasion edhe prej i ri kom shku në teatr, kom përcjell vazhdimisht edhe është medium që më pëlqen kogja shumë për pas filmit. Do me thonë, kom fillu të punu si asistent i regjis në shumë shfaqje në produksionet ndryshme, edhe shfaqjen e parë si regjisor e kam bo në teatrin Oda, shfaqja Kufiri, e cila vazhdon me u lujt akoma në teatrin Oda. Dhe me thonë që kjo ka në debutimi im si regjisor, mirë po gati se para se me fillu me film, gati se më ka ra me punu edhe me teatr, në format ndryshme, shfaqje ma herët si rije, mas nej. Cilë është dallimi me skenarisit edhe regjisorit, kur janë puna si në teatr, si në film? Se zakonisht njerëzit shpesh e përzinë, e marrin si paku që vjen bashkë. Po, sidomos të na shumicën e hera regjisorët i luajnë dy rolet, edhe të skenaristit. Fatmirësisht është u rrit numri edhe i skenaristëve dhe dramaturgëve në Kosovë, kështu që bashkëpunimet veç kanë fillu me u bë më të mëdha. Do me thonë skenaristi edhe skenari janë që ajo baza prej ku e ndërtojmë filmin. Ajo si skenari si shkrim, si produkt, po përderisa nuk shndrohet në film, nuk konsiderohet vepër artistike. Do me thonë, ajo veç përmes regjis më rrinë si një tekst që skënohet në vetë. Po, në vetë. Po prapë se prapë tekstet nashta mundet me u kthym poezi, po skenar nuk është që lexon dikush. Për shembull dramën për teatr, drama botohet si vepër, edhe jashtë, edhe nëse nuk mrin me u inskenu në skenë, ajo mund me u lexu, njëjtë edhe nashta teksti si poezi ose diçka mund me si vjesht diçka. Po skenari pa u sjell në ekran mbetet veç produkt teknik që është një nisme. Pa, do për shembull me shkruaj dikush një skenar me anis, një regjisor, ose kush do të shoh e ka qëllimin për me bën një projekt, çfarë do të qoftë. Ja nis me shkruajt edhe përfundon anketë po atë lashën ashtu me jetësu qatë skenarist. A ka ndodhur për shembull? Po, unë të nis prej vetës, i kam kështu nashta jo të përfunduar plotësisht, po si drafte, nashta diku një 10 skenar të shkurta që rrinë që aty. Po mirë është me qenë aktiv edhe me vazhdu me shkruaj, e shumë prej tyne nga njëherë nuk më rrinë, nga njëherë nuk është koha e duhur, nga njëherë për shembull që the ma herët më kthy te sfidat, nashta e kini ide cila është super, po nuk janë resurset me bo ato. Pa ndërlidhet edhe me gjendje momentale për shembull, as s'ka të bëj me atë punë kur gjë. Po, pa tjetër, lidhet me qka jetu po, qka jetu lezu, qka jetu ngu muzik, krejt ato më rrinë që ti me, ose ku jetu, që me më rri me t'inspiru ty për me shkru diçka. Po, kur te nisë po u bo që për shama, do të gjithë para pa aktor, cili aktori shkon që e rëlla, mandena ato vinë tek masanena. Për shumicën e role vinë edhe masanej, po për disa role kyqe, i kinë men nashta jo specifikisht veç një aktor, po kinë men disa aktor, për shkak që na edhe është komunitet i vogël edhe prafërsisht i një gati sekret. Edhe pse jo domosdoshmërisht vendosë që me mbet qaj që nashta në fillim e ke pas në mend, po prap ki dikan. Mundet mja përshtat dikush dikan. Cila problematika më e madhe për shembull në teatr me aktor kur janë puna me jetësu një dramë ose një skemë për shembull teatr. Për ty për shembull çka ka mujt me kon ma problem për shembull me aktor
Se që ajo është kryesorja e shfaqjes në teatr. Unë me aktor që kom punu, kom pas fatin se kam pas përvojat ngjashme me formën që shumë punoj, kështu që janë kanë kogje të gatshëm me punu në qatë lloj të teatrit bashkohor, do me thonë se shumica e punëve që bëhen këto në Kosovë janë kryesisht anojnë ka teatri ma klasik. Edhe qasja aktorëve, do me thonë dallon me... Qa në kupton teatri klasik, më falë? Kur ti e ndërton ta zojmë në qëtë aspekt cilin po do me thonë, është ku ti si aktore punon një rol, fillim barim edhe i përmbash atij edhe nuk është që do me thonë që del prej që asaj. Përderisa në shfaqjen që unë kom punu edhe disa kolegë tjerë që bojnë, në ashtat vjen me lu 3-4 role mrena shfaqjes, ka adën është një frym tjetër e qasajna ka njëherë aktorët e kom pa që kam pak vështirë me e bo qatë sen, se nashta për ta është ma knatësi ose çka po di me majt një vi komplet. Është hala ajo ndjesia, unë për shembull kur i marrë muzikë përpara, kur dishëm para se me dalë në skenë, gjithmonë nuk një farë kur për që para arsimtajit, dhe ke një farë ftoftim barë, ta shpjetojnë flutra. Është hala që ajo ndjesia dhe pse ki një përvojë kur të hapën perdet, sidomos në teatr se është live, është drejt për drejt, nuk është film, nuk është montazh, që mund është me bëjë çkatursh nda. Teatri është diçka komplet tjetër. Është hala që ajo farë ftoftësia në barkë. Unë film, për shembull, kur e kem pas premierën e dokumentarit të fundit që e kom bën në Sarajevo, në festivalin e Sarajevës, kur filloj, do me thonë, hera para, pësa i është i përfundu me kem po 10 herë, prapë e ki një ndjesi që ashtu që qysh po pritët. Po, kur e pata ndjesi në teatr, në qëtë shfaqjen e fundit, ke shumë ma shumë se sa në film, se tash përderi sa në film ti e ki në kontrol edhe e ki produktin. Do me thonë, qka mund me shku në e problem teknik ki kinemas, që zakonisht ndodhë, kurse në teatr e ki një 10 veta ose 15 veta e ka ndorë qatë punë tasht me që të fillu aktorët, pjesa teknike, muzika, drita, do me thonë ata e ka ndorë. Nashta vënohet 5 sekonda për ty është si 5 orë që përvënon një dritë ose aktori një diçka, e qajo e premierës o konë, po se cilën reprizë është pak një ndjesi që, po, sidomos deri të fillon që me shku, e shet që po shkon mirë dhe mas nej. A është e lashë muzika, për shembull, që do të qësysha edhe në film më konë një pjesë e muzikës, e pak ma interesant një skenë cila do qoftë edhe në teatr. A është problematike për ty? Jo, unë muzikën e tentoj me mu kanë pjesë, do me thonë, këgja përbërë, sa dhe të shkru, për shembull që skenarin e fundit, e kisha në i shënim që qëto është muzika, ose se tentoj mos me përdor muzikën vetë si mjet me manipulu audiencën, ku s'mun me ja jap ndjesin për mes aktorit, ose diçka, ti e lëshon një muzikë edhe është një farë lloj manipulimi. Tentoj mos me përdor në qatë formë, po me përdor si formë inkluzive prej filmit. Jo, mendova për shembull kur e bën ti një pjesë, një film ose shfaqje çka do të qoftë. Çfarë muzikë që do të më përshtat një skenës, cilës do të qoftë. A problem me ditë çka i përshtatet, ata është dikush tjetër që mirët me për shembull në shfaqjen e fundit kam punuar me një kompozitore, edhe çaq mirë jena kuptu, sa që aden so kanë as pak problem, për shkak të që tash ki referencat shumëta cilat prafërsisht ty të përshtatën edhe në fillim kur kem folë për shembull me ta, unë i kom qu qatë shumë sene ajo kanë gu edhe i kanë gu ato edhe o kanë edhe ajo të njëjtit mendim e shku në qatë lloj. Ta ka pranu që do që... Edhe mas ne jo kanë shumë e letë. Do më ditush me ngu muzikë të lifare, po. Gjithë shka. Mirë, po këthejme pak të filmi, the pak më herët që ju pregaditet një filmit metrazhi gjatë. Po, filmi quhet Për sa të ketë det. Për sa të ketë det? Po. Okay. Është filmi im i parë i gjatë me cilin do të debutoj. Është mbështet prej Qendrës Kinematografike të Kosovës. Ke marrë edhe një mbështetje tjetër, jem tu tentu me gjetë mbështetje kështu që me kompletu buxhetin.
Do me thonë, jem proces tash të pre-production, që jem pregaditjet në përgjedhjen e të aktorëve, të finalizimit lokacionov, edhe finalizimit draftit fundit të skenarit fundit për me hingjiren, se mas ne ja i mund me lëviz në isan edhe gjatë gjirimit. Si historia e kem personazh kryesor është Saadetja, çështo quhet personazhi kryesor, cili është një gru që përmes këndvështrimit saj na e shohim një pjesë që për mua është goxha e rëndësishme, është që kjo e ndërtimit të shoqënisë tonë pas luftës. Do me thonë, e fitum lirin, po tash qysh me... Sfida radhës. Po, i mbjetum luftës, qysh me i mbjetu liris. Qaj është pyetja që tentojmë na me shtru, është, do me thonë, shohim përmes saj pasoja që vinë prej luftës, edhe mas nej përmes djalit saj, që saj lidhshmërisë e gjeneratës tre, atë dhe gjeneratës tem, qysh me mbjetu në qëtë kaos Çfarë valën e që re po që. jetojmë. Po mirë, metrazhi gjatë, kuptohet, është kamerat janë pak më ndryshe, lypet gjithçka pak më ndryshe, lokacionet, aktorët, a ekipi ka të vendet ku kanë me kanë pjesë? A problem, po më është sfidë në vetë edhe kjo punë. Po, është goxha sfidë se te çato sfidat hyn edhe buxheti, edhe për shkak që është film debutant, do me thonë mbështetja është prej qendrës kinematografike, po është goxha vështirë me gjetë mbështetje tjetër, për shkak se regjisor i ri kanë dilemat e veta njerëz. Kështu që unë çka kom tentu me bë është me ndërtu një skenar i cili ka pak kërkesa në produksion. Do me thonë, ka minimalisht personazhe, minimalisht lokacione, edhe kem tentu me kriju një historie, do me thonë, me resurse pak ma të vogla, që mos me urrit kosto e produksionit, se nuk janë mundësit. Po, në këtë rast, për shembull, ti kur e ke imagjinu me bo regjin, skenarin, filmin komplet, e parashi edhe personazhet kush ka me kon, te ka me kon. Është parashit ndërkohë edhe veshja këtyre personazheve, cila i përshtatet rolit që ka me lujt. A përfshihet edhe kjo pjesë? Kur e krijon të vizionin si regjisor, ki nkry përafërsisht shumë sene, qysh do këtë nashta si atmosferë ose si çka po don me tregu. E mas nej si bashkëpunëtor si kostumograf e skenograf, cilët nashta mujnë edhe më ta ndryshu mendjen, me t'jap diçka hala ma t'mirë, ose me vazhdu që ato që te ke pas mendje, kështu që unë preferoj mu ka një hapur në shumicën e seneve, normalisht tu argumentu për ato çka unë menoj që duhet me nejtë ashtu ose s'duhet, po jam i hapur që me ma ndryshu mendjen edhe me mri në diçka ma t'mirë se nashta që e komendu në fillim. Bra. Për një film metrazh gjatë, na tu nis prej përvojës që i kem, kryesisht filmat janë tematikat tragjike të na që ndodhin. Sa lypet për shembull ekip me kon mesatarisht për mu kriju një film i metrazh gjatë. Nëse marrëm bazikën paka shumë modelet e filmit që janë të na. Po, tash lyp ekipe madhe. Normalisht që vyn goxha ekipe madhe, po tu nis prej filmit ton që jem të punu, i cili është tu bazu goxha në ekip minimale. Do me thonë nuk jem tu emri maksimumin e ekipës për shkak të buxhetit. I bjen që përafërsisht dikon janë 25 veta në set çdo ditë. 25 vetë? Po, plus minus aktore. Po, përafërsisht qaj është numri i njerëzve që punojnë. Mas nej ka njerëz që nuk janë set nashta, po që hinë faza tjera, ose që kanë hinë fazë pre-production ose post-production, po është një ekip goxha e madhe si tanësi në fund kur e nje. është knatësia, po. Knatësi shumë e madhe. Po ta bëj një pyetje personale. Pse i kap në regji? Çfarë të ka pëlqyer te filmi? Që diçka që të ka nxit ty me mu fokusu në këta dhe me bo krimtarit tënde?
që ka rrjedh për mu, ka rrjedh ko gjë natyrë shumë me kalu në film. Unë si fmi kom bo fotografi, edhe prindja në baba ka pas një kamerë digitale prej të parave që pa të ndalë që atëherë, edhe ajo kanë shumë e letë me funksionu, jam kanë klas 8 atë që shto diqka, edhe kom bo foto prej që asaj, mas nej kom jo mirë me fotografi profesionalisht tu rrit, edhe kom bo fotografi të ndryshme, do me thonë street photography, që shto me dokumentu evente ndryshme, po që kam ka flejt mu, ka qenë me ndërtu një koncept edhe përmes fotografis me tregu që atë koncept. Edhe tu shkru sene që shto skicat vogle, ala në shkollë të mesme, pa ta mbrimë një ide që s'mu isha me kalzu me fotografi edhe... Po, me shtin lëvizje qatë fotografi edhe që ashtu kom gjetë filmin. So nuk është që jom ka naj kështu cinephile që kom këqyr shumë filma. Jo që ta ka ndru mene. Po, jo që jom ka që kë film po du si aj, po ka rrjedh si nevoj për me u shprej, edhe mas nej normal që tash pjesë e rutinës të mu me pa film. O problem janis me shujt një skenar ose një regjime preganit, për ty? Mjanis për mu nuk ka problem, sa është problem asanej me vazhdu, me përfundu. Se mjanis të e ki një ide edhe më nëzipret mjanis, me qitë diçka në letë. Edhe e qetë në ashta që ashtu të vrasht, po mas nej për me kanalizu me ndërtu që me funksionu ajo në film, që aty është vështërsia ma e modhe, po tash në do me thonë përfundim drafti 3, veç po është gjdo herë më problem. Se del diqka, po? Ndërlidhët diqka me diqka. Po, se mas nej i hap vetës rrugë treja dhe qëtë probleme, edhe sidomos kur është sa ma afer ditëve që kime gjiru me dalë në ekran, do me thonë është rritet përgjithësia se jetu i ja pikat e fundit edhe mo nuk qajo është. Soran, ti dhe pak me arët që njeri teatrit, i ki përgjithësia dhe ki pas shfaqe, i ki vizitu. Qysh është sot teatrin kuptimin e audiencës? Është e varfën? Fatkeqësisht po, sidomos mas pandemis më do këtë që ka ra pak ma shumë se që edhe pse edhe ma herët nuk është që o kanë qaqë shumë nivel që duhet me kanë, po hala jem është të tentu teatri me rikëthy prej pandemis. Edhe pse kanë kalu do vjetë, po qajo po është problemi që qysh menoj unë është që duhet me punu shumë me audienca treja, që prej moshës të hershme me i lidh me teatrin, me kulturën përgjithësi, edhe që mas nej ata kur t'janë si gjenerat e mesme ose qëfar do, ata veç janë të formësum edhe me kriju gjenerata që prej moshës 3 deri në penziona, që ka po di, me u kanë të familiarizu me kulturën përgjithësisë. Do me thonë, pa tjetër veç me teatrin, po me gjitha format, e menoj që pak po bohat në qatë drejtën. Soran, faleminderit shumë, ke kënaqësi me folë me ty, me marrë informacione që unë si kum ditë. Edhe ty të uroj sukses në vazhdën e punimeve, sidomos në filme që pritet me realizu. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë edhe për mu ke kënaqësi me bashkëbisedu. Shikues të nderuar, kaq kja për sonte shimin në emisionet e radhës. Mirupafshim. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.